Revolt bipartizane në Washington. Kongresi kërkon t'i heqë Trumpit kompetencat për sulme ushtarake. Pas sulmeve masive të përbashkëta SBA Izrael ndaj Iranit, në Washington ka shpërthyer një përplasje fort politike, ku ligjvënës nga të dyja partitë po përgatisin rezoluta për të kufizuar kompetencat e presidentit Donald Trump për të përdorur forcën ushtarake pa miratimin e Kongresit. Në Senat, iniciativa udhëhiqet nga demokrati Tim Kaine dhe mbështetet nga republikane Rand Paul, të cilët kërkojnë votim urgjent për një War Powers Resolution që do të detyronte shtëpinë e parë të marrë autorizim nga Kongresi për çdo veprim të mëtejshëm ushtarak kundër Iranit. Kaine i quajti sulmet një gabim kolosal dhe parajmëroi për rrezikun ndaj trupave amerikane në rajon. Në dhomën e përfaqësuesve, një rezolutë e ngjashme po përgatitet nga republikani Thomas Massie dhe demokrati Ro Khanna, duke theksuar se kushtetuta i jep vetëm Kongresit të drejtën për të shpallur luftë. Lëvizja vjen në një moment ku shumë ligjvënës thonë se administrata veproi pa një strategji të qartë dhe pa konsultim të plotë me Kongresin, ndërsa të tjerë, kryesisht republikanë, kanë mbështetur goditje duke i cilësuar si të nevojshme për sigurinë kombëtare. Disa republikanë kërkojnë fillimisht briefing të klasifikuar për misionin në Iran, duke paremëruar se në mungesë të informacionit do të votojnë pro kufizimit të fuqive të presidentit. Rezolutat pritet të hidhen në votim javën që vjen, por suksesi i tyre mbetet i pasigurt, pasi do të kërkojë mbështetje konsiderueshme republikane në Senat dhe një ligj i tillë mund të përballet me vetën presidenciale. Kjo përplasje ka rihapur debatin e vjetër në SBA mbi balancën mes kompetencave të presidentit si komandant i përgjithshëm dhe rolit kushtetues të Kongresit për të autorizuar luftën.